Akseli Brenjas është i bllokuar tashmë prej 10 ditësh pas shembjes së rrugës në zonën e njohur si Arrat e Gurrës. Qytetarët janë ata që vuajnë më shumë mungesën e një rruge kalimi, pasi u duhet të ecin në këmbë për kilometra të tëra çdo ditë për të kryer aktivitetet e përditshme. Është problem, shpresojmë që të rregullohet sa më shpejt. Nuk e di, ma natyrore ishte apo njerëzore. Ne na intereson që të bëhet rruga. Çdo gjë është problematike kur ndodhin kështu fatkeqësisht. Qytetarët shprehen se një situatë e tillë me rrugët nuk është parë ndonjëherë më parë. Ata i bëjnë thirrje shtetit që të marrë masa sa më shpejt pasi kjo situatë është e papërballueshme. Kam 2 orë aty, as fugon, as gjë. Sa paguat për ta këtë? Mos e pyet për të paguar, ne po delendisemi. Kjo katastrofë që ka ardhur këtë radhë, nuk e kemi 70 vjet të bosh, nuk e kemi parë një njerë. Nuk është parë. Njerë fëmijët pa puna jo niku. Përveç kostos të shtuar për rrugët, lodhjes fizike, për të kaluar segmentin e rrugës së shembur, qytetarët duhet të përballojnë edhe rritjen e çmimeve të ushqimeve.